Dua të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës dhe të gjithë Shqipërisë gëzuar 29 nëntorin, ditën e çlirimit të Shqipërisë. Sot, ashtu si çdo 29 nëntor dhe 81 vite më pas, ne jemi këtu në këtë memorial për të nderuar dhe respektuar me mirënjohje të thellë të gjithë ato bij dhe bija që dhanë jetën për liri. Sepse kur respekton dhe nderon dëshmorët e atdheut, ne kultivojmë në brezat e rinj parimet themelore të mirënjohjes dhe respektit të përjetshëm për historinë e popullit tonë. Dua t'ju uroj edhe një herë qytetarëve të Lushnjës gëzuar ditën e çlirimit, lavdi dëshmorëve të atdheut. Sot përkujtojmë 81 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë. Mirënjohje dhe respekt për gjithë luftën e tyre, për gjithë sakrificën e gjithë djemve dhe vajzave lushnjare, të cilët dhanë jetën e tyre për lirinë e Shqipërisë. Sot jemi në një vim në varretat e dëshmorëve të rikonstruktuara nga Bashkia e Lushnjë, një investim të cilat sot i kthejnë në dinjitetin e tyre varretat e dëshmorëve dhe japin vlerën që i takon. Mirënjohje dhe respekt për gjithë sakrificën, për ëndrrën e të parëve tanë, për Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian, sot një ëndër e cila po bëhet realitet, Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Faleminderit. Të gjithë qytetarët e Lushnjës, por dhe të gjithë Shqipërisë, gëzuar ditën e çlirimit, mirënjohje për të gjithë dëshmorët e kombit, për sakrificën që dhanë jetën e tyre dhe na lanë trashëgimni Shqipërinë e bukur dhe të pavarur. Faleminderit. Faleminderit.